kur të kini ndjenë si prind që diçka s'është në rregull, edhe nëse muj me na ndihmu, aq sa muj. Edhe unë e kom pas paka shumë një ndjenjë që mundet nuk kam kancer. Që kam kur ti si prind s'mundesh me bë për fëmijën tënd. Ja ku më jap djalit tem një besë, edhe shpresëm dhe se fundit. Voglushi 3 vjeçar, Lorenz Selasi, për fat të keq kohëve të fundit është diagnostikuar me një formë shumë agresive të kancerit të fëmijëve. Lorenzi dita e ditës është në luftë me jetën, e natyrisht pas kësaj sfide me dhimbje po përballen edhe prindrit e voglushit. Në çdo rast po kërkojnë ndihmë për krahje financiare për ta shpëtuar jetën e Lorenzit. Edhe unë nga këto ju bëj thirrje kushdo që ka mundësi për ta ndihmuar, ndihmojeni me aq sa keni mundësi. E bashkë përmes telefonit tash po lidhemi me Azemin, babain e Lorenzit. Që një vetë e ko qëtë diagnozë, thirret nevroblastom, në shkallën e 4 me përhapje. Prognoza s'është edhe qaq e mirë, dikon deri 50-60% thuajse mbijetojnë. Edhe është pyetja për sa kohë, mund mbijetojnë afat gjallë për shembull 5 vjet ose më shumë. Unë për 5 vjet për 5 vjet s'po më vjen sen. Unë po du djalin me mbijetu, me pështu për kësaj smundje. Jo të botë shmos po më nona në temën me gjetë se ka dhe trajtime tjera. Po në Norvegji këtu ku jem na, këtu nuk preferohen, as nuk i bisedojnë këtu, se i këqyrin se di, thonë që s'kan efekt, edhe këto lypin gjithë evidencë. E që sa ku është i shtrim në spital, Lorenzi? Prej që një vetë, prej gushtit, me 11 gusht këna hi mbrana në spital. Ta është djali, që shina konë shpe, ne sonë në punë, ngruja konë shpe me nëmën temë, dhe djali nuk konë se dhe në të lujtë, edhe urzu prej kauqit në duhet, ka kësy, e ka vro kryt, në tavëlim, dhe ju aj, syni qëtu. Ju aj, e ka vro qëtu dikojnë, ju aj shkum direkt në emergjensë për me kësyrë, e kësyrën, dhe nga thonë që jo s'ko ka najsen rrezik, kjo i kalon, po i vim veç paku. A mi bo naj foto, naj sens, si kanë bo asë, gjakon si ja kanë marë, veç e kanë prejkë. E kanë këshyrë. Edhe kjo kanë duhet me një të shtunë, tani unë të hanën apet e kumë qëmë të mjeku i familjes, edhe aj e ka kontrolu, se u bëj shamarak se mas do dite kena pos më nisë për Kosovë, e thësha mos kanaj, adin mos e ka vra kryt keqa najsene, shtypja e aeroplanit mos për ndika najsene najsen. Po edhe mjeku i familjes në tha që s'ka këtu najsen për më bo me rak, dhe s'ko ka vra pak, i vim pak ku edhe qaqë. Janë shku 1 javë, 2 javë, nuk i olike, adin më lunga. Edhe u bëjsha pak marak, se të isha qka mundet me pas. Mos najsen që mjerë se kanë vrejta najsen. 4-5 javë kena najtë Kosovë, javën e 3 shku në Shqipni, kena najtë do ditë, dhe jena këthy apet në Kosovë, edhe e kena qute një pediatër, i njoftë në Kosovë, në Prishtinë, edhe ai e ka kontrolu, edhe ai njëtin sen në tha, djali s'ka sen, veç ku ka vro shumë keq, se kështu mirë ku ka, se nëse kena bo meni që djali ka kancer. Na mjekve ju kena thonë që djali ju veç o vro, po kështu po hane, po pene, po lune të nëtë. Ardhëm në Norvegji, apet e qova të mjeku i familjes, edhe e kontrolën, po më thët, presëm edhe 1 javë, veç të këshyrë ma pjo ullet ma lunga, kjo fryrja, se edhe synë janë nisi me fry. Po, kur të kini ndjenë si prind
që diçka s'është në rregull, adin që ajo nuk më lejke mu bo rehat. Tani kontaktova një shef të amin që është shqiptar, mjek, kirurg, ja qova do foto, a i me njëherë e diti që ka djali diçka më shumë, s'do e ke mu më kallëzu, po më të kallëzu drejt Leonor edhe unë e kom pas paka shumë një fandjenit që mundet më kam kancer. Po s'kom guxoft me thonë adhe me zo kështu. Shtunën kena shku në spital në Oslo, që thire të rikës hospital, tani lidhën veç ka hi për trajtim. Problemi o që hala ende ka kancer në trup, se ka pas me përhapje, edhe kimioterapia e bën atë vetëm. Po ka dhe qeliza staminale kanceri, që kimioterapia nuk i prek. Ata ja kanë jek tumorin kryesor, po ende ka qeliza kancerigjene për atë arterisë kryesore. Normal, po du djali me pështu prej kancerin, ose po duaj me jetu me efekt ansore, me meta, me adëm plët sende që mujnë të vinë mas një kuhe. Se këto është në pyetja dhe kualiteti jetës e ti. Për shqiptarve, kisha lyp me në më pështet aqë sa mujnë, me di që me kuptu që kja punë është serios, po ju kisha lu të gjithve atë ajo zemra e prindit që kam, kur ti si prind s'munësh me bo bëllë për e fëmijën tëndë, me më kuptu, edhe nëse mujnë me në ndihmu, aqë sa mujnë. A ka një shumë të caktume që po duhen për shërbimin e djalit? Për momentin, kom folë me një spital në Zvicër, që është nëjse spital jo, po klinik private. Atë dekon, sa përbin, në euro, dekon halas është e caktu nga den 100%, se që ta është edhe pak, kom i bo djallit do foto të reja, s'kanim trupit, edhe si pas tyne tani mujnë me jap një shmem, po dekon 50.000 euro, 60.000 euro. Që aty dikon. E këto janë pa shpenzime tjera. Që one shteti mundet më ndihmu nëse është trajtimi paka shumë i njëjtë në vende tjera, jashtë Norvegjisë. Po mu s'po më vynë trajtim i njëjtë, mu po më vynë një trajtim tjetër, që është pak ma i mirë për trup tina. Në një anë thëmë shëqër zotit që është i vogël, andën e që nuk kuptan, se o të kazoj drejt tuta, edhe tuta ishë shumë e keqe. Kur po të të kënjeri, kejt po u lekshe, andën po t'i keni vartute, as forca sen. Ka njerë po thëmë shëqër që është i vogël, nuk i kuptan, po kë normal neve nga shë. Unë për ta s'po mëj mu kalzu i ligë, apo i dëp, po du të me qëndru i fort, se nuk e kena pas edhe nuk e kemi letë as në. Ja ku më jap djallit tem një besë, edhe shpresëm dhe se fundit, zbëm me u dërzu, ku të ka, anën banë botës, unë që atje ku më shku dhe ku me lyp, edhe me emër Zotit, ku më bo djali mirë.